Përshëndetje miq, uroj që t'jeni mirë. Sot do të ndaj me ju një video shumë interesante ku do të fokusohemi tek rëndësia e frymarrjes dhe frymarrjes në mënyrën e duhur me hund dhe problematikat që lindin kur ne marrim frymë me gojë, po veçanërisht kur flem gjumë, sepse kemi pak të vështirë ta kuptojmë nëse po marrim frymë me gojë apo me hund. Dhe për këtë do të prek dhe një metodë e cila quhet mouth taping, nuk e di nëse është term i ri për ju, nëse keni dëgjuar më përpara. E cila na ndihmon për të kuptuar se si po marrim frymë, por gjithashtu edhe na ndihmon për të përmirësuar cilësinë e frymarrjes sonë gjatë kohës që ne jemi në gjumë, nëse gjithmonë kemi probleme me frymarrjen. Ngjitja që përdoret është kjo që përdoren dhe BioGint, mua nuk po më vjen emri në botë, por që kjo është një zgjidhje alternative, sepse në botë shumë prej jush nëse jetoni jashtë e keni shumë më të lehtë për t'i gjetur. Mouth taping nuk e di se si mund të jetë emërtimi pak më gjatë, por janë në formë rreth e rrotull buzës, ndërkohë që pjesa e gojës pra qëndron e pa prekur, pra e pa bllokuar. Gjithsesi do ju tregoj dhe metodën se si mund ta bëni në këtë mënyrë në shtëpi që sot madje. Por para se të ndaloj te kjo, do flasim pak si thash edhe një herë për frymarrjen. Pra të gjithë ne e dimë që organi kryesor dhe parëshor i marrjes së frymë është hunda, pra goja nuk ka këtë funksion. Dhe shpeshherë harrojmë këtë gjë, dhe jo vetëm gjatë natës, por edhe gjatë ditës. Në momentin që marrim frymë me gojë, shpeshherë është lidhur shumë me problematika shëndetësore, siç është tensioni i lartë, siç është tharja e gojës në momentin që zgjohemi veçanërisht në mëngjes apo edhe për gjatë ditës, kavitetet e shpeshta në gojë, infeksionet e shpeshta, refluksi, dhimbjet e kokës, migrena, është e lidhur me ndjesinë e aritmisë, pra me problemet e balancimit të rajeve të zemrës, dhe shumë problematika të tjera që shpeshherë nuk paralidhen me problemet me frymarrjen, edhe mendohet si diçka që është shkak tjetër ose thjesht këtë problem kam unë edhe nuk trajtohet. Le të themi, këto janë ato gjërat e vogla që ne mund të ndryshojmë tek rutina jonë edhe të përmirësojmë dhe të cilësojmë shumë mirë jetën edhe përditshmërinë tonë. Frymarrja me hund ndihmon që ne të kemi një gjumë shumë të qetë, sepse aktivizon sistemin parasimpatetik, i cili përkthehet faktikisht në një gjumë të qetë, në një gjumë të thellë, në një gjumë restaurues dhe në një gjumë rigjenerues. Dhe gjithashtu hunda mundëson filtrimin e ajrit që ne thithim, duke balancuar nivelin e oksigjenit me nivelin e dioksidit të karbonit, gjë që goja nuk e ka këtë aftësi, dhe madje truri jon percepton kur nuk ka një balans të duhur në momentin që ka më tepër se ç'duhet dioksid karbone në trupin ton, nis të kërkojë dhe të jap sinjalin që duhet marrim frymë më shpesh, sepse nuk kemi mjaftueshëm oksigjen në trup dhe ka një nivel të lartë të aciditetit në trup i cili duhet shkarkuar nëpërmjet thithjes së oksigjenit dhe çlirimit të dioksidit praktikisht. Është e njëjta ndjesi që ndjejmë në momentin që bëjmë aktivitet fizik dhe nuk arrim të menaxhojmë mirë frymarrjen, veçanërisht në ato fazat e para kur kemi kohë pa u marrë aktivitet dhe i rikthehemi. Është pak e vështirë për të balancuar dhe ka momente që bllokohemi aq keq dhe kemi një djegje në krahëror që nuk e përballojmë dot, le të themi, dhe duhet të stopohem, të rrim në gjendje qetësie që trupi të jetë në gjendje që të marrë veten. Pra, praktikisht e njëjta gjë ndodh, por në ritme shumë të qeta, në mënyrë të zgjatur dhe të agravuar në momentin që marrim frymë me gojë, veçanërisht gjatë natës. Dhe ajo që duhet të ndalem, le të themi, tek problematikat gjithashtu që mund të vinë si pasojë e frymarrjes me gojë, është gjithashtu edhe palpitimet e zemrës. Pra personat që kanë probleme me aritmi, veçanërisht kur shtrihen, unë kam patur vetë, mbaj mend në adoleshencë shumë që në momentin që shtrihesh totalisht në krevat, kisha përshpejtim të rajeve të zemrës dhe duhet rria me dy elastik të ngritur për të fjetur gjumë mirë. Pa diskutim që mund të ketë qenë lidhur me shumë faktorë të tjerë, por pa diskutim gjithashtu që ka qenë lidhur një ndër këto faktorë ka qenë dhe fakti që unë nuk merrja frymë siç duhet gjatë natës me hund, ashtu siç duhet të merrja. Kështu që të kalojmë te kjo. Unë do ta sugjeroja veçanërisht për gjithë personat që kanë problemet e lartë përmendura që unë thash në fillim, por gjithashtu edhe për personat që kanë kërcitje të dhëmbëve. Të vetëmët individ që do thoja të kenë kujdes në provën, le të themi, të kësaj metode që unë do ndaj me ju, janë ata që kanë një devijim të septumit të hundës, është të taksuar sa nuk arrin dot të marrin frymë me hund dhe kanë të domosdoshme që të marrin frymë me gojë, dhe për personat që mund ta shohin që e kanë të vështirë, që janë mësuar të marrin frymë me gojë dhe e kanë të vështirë ta provojnë. Pra mund t'i lëmë pak kohë vetes edhe ta ritentojnë sërish, por do thoya që paktën ta provojnë një herë, edhe personat që kanë një devijim të septumit. Vetëm nëse ka një bllokim total të njërës krah të hundës, mund të jetë pak e vështirë për ta aplikuar, por nëse ka një lloj devijimi që i lejon të marrin frymë nga të dyja anët e hundës, është okay për ta tentuar dhe për ta testuar. Kjo madje është metodë shumë e mirë dhe në momentin që jeni në një gjendje rrufe, urojmë që tani në verë të kemi më tralla këto problematika, por në momentin që
jeni le themi në simptomat të rrufës ose në gjendje të rënduar, pra që hundët janë deri diku të bllokuara, sërish ndihmon shumë për të bërë aplikimin e mouth taping, pra për të bllokuar gojën në mënyrë që stimulojnë frymëmarrjen me hund, sepse rrjedhimisht trupi është pak më i sforcuar në thonjza që të çlirojë pak më shpejt hundët në momentin që nuk merr dot frymë me gojë. Dhe kur them nuk merr dot frymë, nuk do jetë asgjë paniku apo ankthi, thjesht është diçka që do ta ketë shumë më të lehtë pastaj për të drejtuar tek hundët dhe jo frymëmarrjen me gojë siç është mësuar edhe siç shkon sipas zakonit. Gjithmonë për personat që kanë probleme dhe marrin frymë me gojë, flasim gjithmonë. Tani, një mënyrë se si do ta kuptoni ju nëse merrni frymë me gojë apo jo, është që në herët e para që do tentoni, kjo bëhet shumë e hollë, bëhet kaq, në mënyrë që kur ta vendosni në gojë të ketë hapësirë në të dyja anët e gojës për të patur dhe qarkullim të ajrit, pra nuk bllokohet asnjëherë absolutisht e gjithë goja. Dhe gjatë natës për personat që marrin frymë me hund do ta kenë shumë të lehtë, le të themi do flen po njësoj, nuk do kuptojnë asgjë, do çojnë të nesër në mëngjes si qingja të vegjël, edhe do ta heqin gjithsej nga goja. Por për personat që marrin frymë me gojë, do të kenë problematikën e le të themi ndjesinë që nuk po mbushen mjaftueshëm me frymë, sikur ka diçka që nuk shkon, do t'i dalë gjumi gjatë natës. Praktikisht është shumë e thjeshtë, do ta heqi këtë ngjitsen sepse do ndjen që po i bezdis dhe do flen gjumë edhe një herë. Por kjo ndodh gjithmonë në herët e para. Pra kjo nuk do të thotë që fakti që e kuptuat që keni frymëmarrjen me gojë dhe ju bezdisi se nuk fletë dot gjumë mirë natën, që të mos të bëni më. Është pikërisht arsye më shumë që të vazhdoni ta bëni krahasuar me personat që nuk patën probleme. Thjesht me kalimin e kohës trupi do fillojë të adaptohet me këtë zakon të ri, me këtë gjendje të re, le të themi, që duhet fokusohet më tepër tek frymëmarrja në hund, duke bërë atë një frymëmarrje parësore. Në këtë mënyrë nuk i dihet, provojeni një javë dhe mund të jeni më të relaksuar, mund të jeni më të freskuar, mund të jeni më energjik praktikisht për gjatë ditës krahasuar me para se të aplikoni këtë metodë. Pra, unë jam shumë pro e idesë që gjërat duhen provuar, edhe pastaj duhet ta shikoni se sa mirë funksionon për ju apo se për çfarë po ju ndihmon. Mund të aplikohet dhe me fëmijët, e di që jashtë pa diskutim ka, pra si këto ngjitse që thash janë apostafat ka dhe për fëmijë. Nuk e di se sa të pranonte fëmia që të mbante këtë gjinse kështu, varet nga mosha, por që unë do t'i adresohem më tepër të rriturve me këtë video dhe prindrit ta gjykojnë vetë pastaj nëse mund t'i ndihmojnë apo jo, në varësi edhe siç thash edhe një herë të moshës së fëmijës, por që praktikisht kjo është metoda, pra vendoset në këtë mënyrë. Duke lënë këto të lyrë dhe praktikisht nani domethënë. Uroj shumë që ta provoni, pasi ta keni provuar dhe testuar, do e vlerësoja shumë komentet tuaja dhe të ndani se si jeni ndjer apo si u ndihmoi. Patjetër që është diçka që duhet bërë afatgjatë nëse vini re që keni problematikën dhe merrni frymë me gojë, duhet bërë për një kohë të gjatë dhe nëse ndodh që flini natën shumë mirë duke përdorur ngjitsen, pas një farë periudhe mund të mos aplikoni më sepse s'keni nevojë. Dhe sërish do sugjeroja që ta ritestoni. Pra edhe një person që e provon një herë, po themi këto për herë të parë, fle gjumë natën shumë mirë, është e mirë që ta ritestoj veten, sidomos në raste kur mund të ketë një viroz, si thash edhe një herë që do ta ndihmoj për të marrë veten më shpejt trupin në rastet kur mund të ketë kaluar një gjendje të stresuar në punë ose një problematik në jetën e tij apo të saj që pa diskutim ndikon në një rënje të imunitetit dhe një trup pak më debull. Është e mirë që të ritestohet sepse gjithmonë stimulon trupin, siç thash edhe një herë, të jetë në një gjendje më të qetë. Uroj që t'ju ndihmoj, uroj mbi të gjitha që ta provoni si metodë, sado që duket pak e çuditshme, dhe shihemi në videot e radhës.